إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, folëm gjatë edhe shpjeguam e u frymëzuam gjatë hutbeve të kaluara me disa pika dhe disa vepra të cilët ishin shkak të që e forcojnë dashurinë dhe e ruajnë dashurinë për hir të Allahut xhelle xhelaluhu mes njëri tjetrit, duke u përqendruar në fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nga e cila nxjerrëm dobija të mëdha dhe mësime të mëdha e njohuri. Fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin në të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha për personin e 4 nga ato 7 persona të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së Tij, e tha janë wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, 2 persona, 2 burra të cilët u dashtën për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, bashkohen apo ndahen vetëm se për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. O vëllezër, folëm gjon e gjatë dhe shumë në hutbe të kaluar dhe një sër ligjëratash të mëdha për të cilën folëm rreth kësaj pike, edhe se subhanallahu sikur që nuk kemi folur fare. Gjithashtu kemi folur dhe shumë pika të tjera, derisa nuk shohim një ndikim dhe vëmendje apo të marrim mësim në këshillat, në mësimet të cilat I marrim, bile dikush ndoshta as nuk e heton se çka folim, por bën pyetje dhe thot ala nuk e mbaroj më me ato grupet, ato 7 grupet, a në fakt të vëllezër, këto të cilët I kemi zgjedhur dhe zgjerohemi për të folur, a nuk e bën një pyetje se pse të zgjerohemi dhe pse të folmi kaq gjatë në këto pika me të cilën folëm për përgjegjësinë dhe ai I cili ka përgjegjësi në udhëheqësinë e popullit të Tij. Gjithashtu folëm për të riun I cili ai duhet që të rritet në Islam dhe në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Folëm dhe për zemrën e lidhur për xhami. Kush prej neve morri mësim edhe kush prej neve bëri veprim nga gjitha ato mësimet dhe këshillat të cilët I japmi vazhdimisht apo janë vetëm si grup a e kryte se na nuk dim diç tjetër vetëm se të kundërshtojmë apo dhe kur ndëgjojmë ndoshta nuk kuptojmë, por gjithashtu edhe kur na vim që të ndëgjojmë këshillat nuk I ndëgjojmë, e a thua vallë kuj prej neve na ka bërë dobi, gjithato të folme dhe të shpjeguara
njohuri edhe dituri dhe këshilla e mësim, duke folur për ardhjen në namaz dhe në xhami, kush prej neve bëri përmirësim o vëllezër? Gjithë ato të folura, gjithë ato këshilla, edhe gjithë ato njohuri, gjithë ato frymëzime, përsëri a thua veç me grupe folim, përse të folim për këto grupe të cilet jemi më të nevojshëm. Jemi më të nevojshëm në përmirësimin e udhëheqësisë, jemi më të nevojshëm në përmirësimin e rinis ton, jemi më të nevojshëm që ta përmirësojmë gjendjen ton me namazin ton, me xhamin ton, jemi më të nevojshëm që folëm gjën e gjatë që na ta mbajmë lidhjen ton dhe dashurin ton, dhe ta mbajmë mirësinë ton mes njëri tjetrit, kush prej neve merr mësim, bile aq shumë shitemi dhe të ditur, sa që leje që nuk na intereson, e as që dëshirojmë që të ndëgjojmë, por dhe nëse vjen të pyet për një pyetje, përashtron pyetjen dhe gjithashtu të përgjigjet, dëshiron që të tregon fe e të ta mëson fen, duke mos marrur as këshill e as që ndëgjojmë këshill, dhe bile nëse ndëgjojmë pak, nuk dëshirojmë që ta ndëgjojmë këshill. E kjo nuk është shenjë e mirë o vëllezër për ne si musliman. Kjo gjendje e tillë nuk na sjell dobi. Mirë po kjo gjendje e tillë rrezikon që të vjen ndonjë dënim nga ana e Allahut xhel xhelaluhu, ashtu sikur që Salihu i dërguari i Allahut dhe Shuaibi i dërguari i Allahut, ato e këshilluan popullin e tyre. Salihu alayhi salam i thirr popullin e tij dhe i këshillon dhe e përcjelli mesazhin e Zotit të tij, por ata nuk dashtën mo që të ndëgjojnë këshilluesin. Derisa kur ju ardhi dënimi Allahu xhel xhelalu, ky doli dhe nga dhimbja për popullin e vet, që dëshiroi të i këshillon vazhdimisht, e të i mëson dhe t'ja u përcjell mesazhin e Allahu xhel xhelaluhu. Salihu, kush dëshironi o vëllezër mund ta lexoni në suratul A'raf. Ai tha popullit të vet: ja qaum, laqad ablaghtukum risalata rabbi. O populli im, unë e përcolla mesazhin e Zotit tim të ju. Wa nasahtu lakum, dhe ju këshillova juve, walakin la tuhibbun an-nasihin. Por ju nuk dëshironi të ndëgjoni këshilluesit. E kjo është me të vërtetë vëllezër gjendje e tmerrueshme. Edhe aq pak kohë që ndajmë për Islam, edhe aq pak që dim dhe na nuk dëshirojmë as të ndëgjojmë. Gjithashtu dhe Shuaibi alayhi salam kur e thirri popullin e tij, në fund ju përgjigj atyre dhe ju tha: laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Unë përcolla mesazhet e Zotit tim te ju. Këtë që e bojmë dhe mundohemi të shpjegojmë, është obligim i yni fetar o vëllezër që t'ja u shpjegojmë dinin dhe fejnë Allahu xhel xhelalu dhe t'ju këshillojmë duke këshilluar zbashkuve veten dhe me ju, por na nuk dëshirojmë që të ndëgjojmë këshilla e pastaj dëshirojmë që të përmirësojmë. Pasoja është shumë e madhe o vëllezërit e mi. Nëse i ikim këshillës, nëse mundohesh që të tregohesh më i ditur se sa hoxha dhe del dhe pyet dhe përgjigjesh, as që të intereson feja, shumë të ditur dalmi në momentin kur naive na ka mbuluar ignoranca. Por me mësuar për fejko nuk don hiç, as që intereson që të vjen të mëson, as në ditët e lira kur është dersi që të jepet ders dhe ligjërat e lirë për të mësuar, nuk dëshiron as me ndëgjuar dhe përsëri vjen dhe tregon fej. Bile zbret ajet e hadith, ti zbret të cilët nuk janë të muslimanëve te muslimanët, e kjo është një marrije e cila nuk i takon një besimtarit. Këshilla duhet që të merren vazhdimisht. Nëse nuk marrmi këshilla o vëllezër nëse nuk i ndëgjojmë argumentet e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë çfarë rezultati dëshirojmë që të kemi në mesin ton? A kemi përmirësuar në vetveten ton? Apo rrezikojmë që të në shkatërrohet vetvetja e të shkatërrohet zemra jon, dashuria mes njëri tjetrit, të shkatërrohet dhe imani jon lidhje me Allahun, apo dëshirojmë që të na shkatërrohet dhe shtëpijet e tona dhe rinia jone pastaj kush e ka fajin këshilluesi e ka hoxha i cili nuk na i përcjelli mesazhet. A e ke ndëgjuar atë këshillues ndonjëherë? A të ka interesuar që ti të dajsh kohë e 5 minuta nuk e ke xhamin e të vish e të ndëgjojsh këshillat e Allahut dhe mësimet e profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Mu bëra të vëllezër, kushdo i cili i largohet këshillës, le ta dinë se e ka errësuar zemrën e tij, e ka larguar vetveten e tij nga një shumë mirësi e madhe, gjithashtu edhe e ka humbur një shans të madhe të shpërblimit të Allahut
dhe kënaqësi së Allahut xhelle xhelaluhu. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na bën nga ata të cilët këshillojmë vetveten dhe të tjerët, dhe gjithashtu mundohemi që të përmirësohemi dhe të ruajmë dashurinë tonë mes njëri tjetrit. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, le të jetë kjo fjalë apo këto këshilla mësim për gjithë të ne, edhe të mundohemi që të ruajmë këto mësime në vetveten tonë, në familjen tonë dhe në shoqërinë tonë, e që t'ja ngjesëm dorën njëri tjetrit, edhe ta dëshirojmë për hir të Allahut xhelle xhelaluhu dhe ta ndihmojmë e ta thirrim në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu, edhe të mundohemi ta praktikojmë këtë kusht me të cilën e ceku pejgamberi sallam, pra është personi i katër me të cilën do strehohen një ditë në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu, ato di burra të cilët u dashtën për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, edhe të mundohemi të i çfarojmë dhe të i largojmë gjitha shkaqet të cilët na e prishin vllaznillëkun ton dhe na i përçajnë të dashurit ton dhe na mbjellin shkatërrim dhe përçarje në mesin ton, duke u munduar që të i largojmë të gjitha këto shkaqe dhe të gjitha të cilët janë si pasojë në shoqërinë ton, për arsye se njëra prej më të rëndësishme të cilën e përmendi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më vëllezër në hadithin që transmeton Imam Buhariu në librin e tij Adabul Mufrad nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thama tawadda thnan, nuk duhen dy veta për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma, dhe pastaj ndahen mes njëri tjetrit përveç se ndonjë gjuna, ndonjë mëkat të cilën e ka bërë ndonjëri prej tyre. Nëse e shef dy vëllezër të cilët janë dashur për hir të Allahut dhe pastaj ndahen dhe prishen mes veti, le ta dish se në mes tyre njëri prej tyre është duke bërë gjuna, është duke bërë mëkat, dhe pastaj nuk të lënë Allahu xhelle xhelaluhu të vazhdojnë kjo dashuri. E më për atë të mundohemi që na ta ruajmë dashurinë tonë për hir të Allahut, e të mundohemi ta ruajmë fen tonë për hir të Allahut, të ndëgjojmë këshilla dhe të jemi më të respektuarit në çështjen e fesë, që të i respektojmë argumentet e Allahut, të fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos të dalim të i kundërshtojmë fjalët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke treguar i dishmi i plot që ti e din fen më mirë se sa dikush i cili ka harxhuar kohë dhe është munduar për të i mësuar argumentet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.